Të nderuar shikues, vazhdojmë edhe sonte për të trajtuar temat, diskutimet e ndryshme që kanë të bëjnë me Ramazanin. Tashmë jemi në diskutim të gjanave që e prishin apo se prishin agjerimin. Dhe për këtë temë, përmbyllse, kam të ftuar Hoxhën e nderuar Dr. Muhammed Broja. Hoxhë, mirë se erdha. Mirë se jemi bashkë për letë. Hoxhë, nderuar, sonte kemi disa tema interesante, kanë të bëjnë pak a shumë me situata mjekësore. Edhe di që ti prej kur jemi konë shkollë të mesme ke pas më rak pak mjekësinë e biologjina. Je hala me këtë interesim apo? Qefi, është Besoj që po. Për atë arsye edhe i kom da që të tema me diskutu me ty. Të di që edhe ke punu në këtë drejtimi, ke bo një koleksion të këtyre ndarjeve. Hoqë, temën e parë, ose pyetjen e parë, po folëm pak për çështjet e gjakut. Dializa e gjakut është, domethënë, shumë e përhapur në kohën bashkore. Edhe ju intereson besimtarëve me ditë se a e prish apo se prish, nëse dikush është në këtë gjendje. Edhe tu e di që ajo është disa lloje që ti na i sqaron më mirë. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sa i përket dializës, themi se dializa është ndarë në dy grupe. Dializë e cila quhet dializë peritoneale, është një lloj e dializës, dhe dializa që quhet edhe pse shumica e shqiptarëve e din, po pak ma thjesht çka nën kupton dializa. Dhe e dyta është hemodializa. Sa përket dializës peritoneale, ajo bëhet kur çohet muri i barkut dhe aty pastaj futet diçka, domethënë çohet ai muri i barkut, futet një tub ose diçka e cila pastaj nëpërmes saj na hudhen disa substanca. Zakonisht hudhet aty sheqerna, hudhen sheqerna dextroz, qëndrojnë aty një kohë të caktuar, pastaj hudhen jashtë, domethënë nxjerrin jashtë. Domethënë pastrimi i gjakut, pa pas nevojë me kalu në për mjek. Domethënë pacienti mund me bëj edhe në shtëpinë e vet, mund me bëj edhe dikon tjetër. Është një lloj i dializës. Themi se ky lloj i dializës e prish agjerimin për arsye se aty futen gjëra të cilat medikamentet të cilat janë ushqyese, kurse sheqernat, karbohidratet konsiderohen ushqyese. Prandaj themi se e prishin agjerimin. Lloji i dytë i dializës ajo që quhet hemodializa, që është e njohur tani, më zakonshme kur pacienti shkon në ambulant ose në spital, dhe aty qëndron rreth 4 orë dhe kryhet kjo procedurë 3 herë në javë, ku nëpërmjet aparatit i nxirret gjaku pacientit, pastaj i pastrohet, pastaj i hudhen disa komponente, disa gjëra aty, medikamente, dhe pastaj përsëri kthehet në trupin i njëjti gjak, mirë po me disa shtojca. Ajo që i hudhet, po ashtu janë disa lloje të sheqernave dhe disa gjëra të tjera. Prandaj themi se edhe kjo lloj e dializës e prish agjerimin për arsye se aty ka gjëra ushqyese. Prandaj futen gjërat ushqyese dhe për këtë arsye konsiderojmë se ajo e prish agjerimin. Bukur shumë. Se përket hoxhë marrjes gjakut, injektimit gjakut që dikush ka nevojë, pavarësisht që këto situata që bi trajtojmë, shpesh herë njerëzit vetë që prishin agjerimin se janë në gjendje shëndetësore të papërballueshme, por si diskutim na duhet me i trajtu aspektin e dispozitës. Nëse merr gjak dikush, domethënë që ka nevojë qoftë për operim ose diçka. Në qoftë se merr gjak, së pari për me tregu këta, domethënë kemi nevojë nështë pak e zmesaru peshkafit është përbër gjaku, në mënyrë që pastaj edhe dim dispozitën. Gjaku përbëhet nga 2 komponente kryesore, plazma dhe rruzat e gjakut, të cilat janë 3 lloje, ose domethënë ka nështë edhe më lloje të tjera, të më shumë të mirë, po 3 janë më të njohura, eritrocitet, rruzat e kuqe, leukocitet, rruzat e bardha dhe trombocitet. Dhe pjesa e parë është plazma. Ajo përbën 55% të gjakut dhe 90% të plazmës, tash kur themi brenda plazmës, është si tansi është e përbërë prej ujit. Dhe
pjesa tjetër është e përbërë prej gjërave të tjera, aty ka pastaj sheqerna, ka vitamina, albumina të ndryshme, edhe ka pjesë përbërëse të gjakut. Po, që 10% e plazmës. Domethënë ka kalium, ka kalcium, magnez, domethënë ka edhe gjëra të cilat duhet më hudh, sikurse acidi urik edhe të tjera. Dhe dietarët kanë mos pajtime ndërmjet tyre, pas dietarët bashkëkohor, se marrja e gjakut e prish apo nuk e prish. Këto është punat e, domethënë a konsiderohet kjo në kuptim të hajës së të pijes apo nuk konsiderohet. Tash ata të cilët thonë se nuk e prish, që janë një grup i konsiderueshëm i dietarëve bashkëkohor, thonë se nuk është në kuptim të hajës edhe të pijes. Mirë po dietarët as nuk kalon nëpërmjet organeve të tretjes. As në stomak, as dikon tjetër, po injektohet domethënë nëpër venë dhe aty pastaj edhe furnizohet trupi me gjak. Mirë po dietarët e tjerë të cilët kanë thonë se e prish, kanë thonë se është në kuptimin e hajës dhe të pijes për faktin se aty ka sheqerna të ndryshme, ka edhe proteina. Në koncepti i përbërësve që përmban gjaku. Edhe thonë se ajo furnizon trupin me energji edhe me gjëra ushqimore, më shumë se sa që infuzione për shembull e furnizojnë trupin e njeriut me këto gjëra. Dhe për këtë arsye thonë se e prish. Disa dietarë të tjerë kanë thonë se ne nuk mundem me dhënë ndonjë gjykim të caktuar rreth kësaj çështje, për arsye se tek ne domethënë janë të dy mendimet, sikurse të dyat janë që kanë të argumentet e njëjta ose të barabarta dhe nuk ka mund me dhënë një mendim të caktuar rreth kësaj çështje. Mirë po, është më afërt është që e prish. Sidomos të pas parasysh që personit që ka nevojë me marrë gjak ai veç është në gjendje që e prish Ramazanin. Ashtu. Po nëse ndodh dikush nuk e ka prish për këtë rast, prapë muj me konsideru që është një mendim i pranuar. Ose që kanë përmend disa se ka situata ata njohësit e mjekësisë e dinë më mirë, ku nuk e merr plazmën, po e merr vetëm rruzat të bardha ose të kuqe. E tash te kjo pjesë janë hala më fleksibil se nuk e përmban ato materie të ushqyese. Me materie të ushqyese. Po dalim më anë tjetër te dhurimi i gjakut. Që është aktivitet fesnik dhe po bëhet tash edhe nëpër xhamia, domethënë shumë vepër e mirë. Këto mundem me përmend edhe çështjet e ndryshme që kanë të bëjnë me nxjerrjen e gjakut, sigurisht nxjerrja e gjakut për analiza ose për shembull rrjedhja e gjakut. Për dhurimin kuptojmë se është një sasi më e madhe. Po, kur na flasim ne po duam të përmend edhe këto tjera se të gjitha lidhen me një çështje që dietarët e mëhershëm e kanë diskutuar më herët. Që është çështja e hijabit. Hijabit, po. Na elaboro pak si tansi këtë. Sa i përket çështjes së hijabit, dietarët kanë mos pajtimin ndërmjet tyre se a prish agjerimin apo jo. Tri medhhebet, medhhebi Hanefi, Maliki dhe Shafi thonë se nuk e prish, ndërsa dietarët e medhhebit Hanbeli thonë se e prish. Kanë ardhur argumente të ndryshme sa i përket hijamës. Ka ardhur një hadith Shaddad ibn Ausit ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pranë dy personave, njëri ja bante hijamën tjetrit në Ramazan dhe pa të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aftara al-hajim wal mahjum. Ka prishur Ramazani ose ka prishur agjerimin, edhe ai që ja bën hijamën tjetrit edhe ai që nxirë gjaku, domethënë nëpërmjet hijamës. Të dytë. Domethënë e prishin. Tash dietarët sa i përket atij i cili ja bën hijamën tjetrit kanë një tefsir, një komentimi se zakonisht po i bëhet po del gjaku. Po i del gjaku në sasi të madhe dobësohet. Po ky që po kryen veprimin mjeku ose personi. Zakonisht kanë thonë në atë kohë e kanë bërë nëpërmjet kupave dhe nëpërmjet aty në pipave dhe është kon rrezik që me depërtu një sasi e gjakut. E kanë thithë, kanë atëfar dhe është ka qenë rrezik që të depërton një pjesë e gjakut në brandi. Dhe për këtë arsye kanë thënë se kjo është ajo interpretimi. Kjo është një prej haditheve dhe dietarët kanë diskutuar këtë hadithe. Saktësia është me vetë ka aspektin transmetimit. Disa prej dietarëve, si Imam Shafiu, Abu Hatim ar-Razi, konsiderojnë që është hadith dhaif. Mirë po shumë dietarë, dhe Imam Ahmedi, Buhariu, Ali ibn Medine dhe Ishaq ibn Rahoya, shumë dietarë të tjerë kanë konsideruar që është hadithi sahih. Në anën tjetër janë shumë hadithe të tjera në të cilat sqarohet se nuk e prish agjerimin ai i cili po e bën hijamën. Në mënyrë të konkrete specifike. Për shembull hadithin në Sahihin e Buhariut ku tregon transmetuesi, domethënë sahabiu, tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë hijamën duke qenë agjërush.
duke qenë agjerueshëm. Ky hadith është në konkret për hijabin, jo për interpretim ose kuptimet përgjithshme. Domethënë se pejgamberi alayhis salam duke qenë agjerueshëm e ka bëu hijabin. E për nga saktësia, transmetimi në Sahihun e Buhariut. Megjithëse disa janë mënu edhe këta me konsideruar një hadith jo të saktë, mirë po saktë që vetë Buhariu, Imam Buhariu e ka vendos pikën. E ka vendos pikën. Kemi edhe hadithe të tjera, për shembull hadithin e Abdurrahman ibn Abi Layla, thotë e kam dëgjuar një pe sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu nga hijami edhe nga agjërimi i vazhdueshëm që e bën njeriu pa ndërprerje, që është muasale. Mirë po nuk e ka bëu haram, mirë po nga shkaku i kujdesit për sahabët e tij në mënyrë që ata mos mu dobëso. Po ashtu edhe Buhariu e përmend një hadith domethënë Sahihun e tij ka thënë Shuabe domethënë kam dëgjuar Thabit el-Bunanin duke thënë se është pyetje Anas ibn Maliku hal kuntum takrahuna al-hijam li-saim qala la illa min ajli ad-da'f. Ka thënë a keni urrejt hijamin për domethënë për agjeruesin, ka thënë jo vetëm se për shkak të që dobëson trupin e njeriu. Ka edhe një hadith tjetër që domethënë mëson kujtohet është hadithi e Abu Sa'id al-Khudri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil-hijama lis-saim. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lehtësuar se ka leju bërin e hijamës për agjeruesin. Tash nëse i bëjmë bashkë ose i marrim të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët kanë thonë, e që është mendimi më i saktë, në thonë i shumicës e djetarë, që kanë thonë se nuk e prish hijamja agjerimin, kanë thonë se pari hadithi Shaddad ibn Ausit edhe hadithi në kuptim është hadithi i Thaubanit radiallahu anhu, thotë ka qenë në periudhën kur dhe me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në çlirimin e Mekës, ndërsa hadithet e tjera kanë qenë të mëvanshme gjatë periudhës kur dhe me thonë ai ka qenë në haxhin lëmtëmirës, që tregon se hadithet e tjera e kanë shfuqizuar, kanë derogu. E ki fjalën të tjera këto që janë toleruese dhe lejuese. Që lejojnë. Hadithi Shaddad ibn Ausit që thotë e ka prish dhe me thonë agjerimin, edhe ai që e nxjerr dikujt gjakun në përmet hijamës, apo atina cilit i bëhet hijamja, është më i hershëm. Disa prej dietarëve të tjerë, më thonë kanë thonë një komentim tjetër ose një farë interpretimi tjetër, kanë thonë se kjo është me shkak dhe me sebeb, dhe më thonë me arsye të caktuara. Cila është arsyeja e caktuar? Kanë thonë se në hadithin e Enesit është illa min ajli ad-da'f. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht se ka dashur me thonë aftar al-hajim wal-mahjum, gati është duke e prish sepse detyrohet pastaj me pi diçka për shkak se ka dalë një sasi e madhe e gjakut dhe u dobësu trupi i tij, gati është duke ai e ka ekspozuar veten ndaj prishjes për shkak të dobësisë që e ka. Për këtë arsye mendimi më i saktë është i shumicës së dietarëve. Duke u ndërlidhur në këtë qendrim klasik, nëse mund të them fekut, çka thojmë për këto dhënien e gjakut, analizat e të ngjashmet? Analizat e gjakut nëse janë sasi të vogla, edhe ata dietarët se cilët e kanë mendimin se e prish hijamja agjerimin thonë se lejohet. Lejohet se kemi unanimitet. Mirë po, sa për këtë durimit e gjakut, sidomos kur është në sasi të mëdha, atëherë themi se duke bazuar në atë qëndrimin që nuk e prish hijamja, atëherë nuk e prish edhe dhurimi i gjakut nuk e prish agjerimin. Gjithsesi në qoftë se ka mundësi njeriu me dhuru gjakun më vonë, për shembull pas iftarit, më mirë. Mirë po kur vjen koha e dimrit, që ka kohë më vonë se zakonisht në mbrëmje është pak më vonë kur është verës. Mirë, hoqë kalojmë disa situata tjera poashtë mjekësore të injeksionet. Ushqyse, jo ushqyse, nëse mund është pak me na elaboru si koncept, mas ne edhe si dispozit. Injeksionet janë disa lloje. Janë, nëse mund me thonë 4 lloje. Janë injeksionet të cilat injektohen nëpërmjet venave, që quhen ndryshe intravenoze. Ato pastaj ndahen në dysh, do të thonë kemi injeksionet të cilat janë ushqyese, sikurse do të thonë infuzionet e ndryshme, enaseli, do të thonë kriprat, sheqernet e ndryshme, plasmioni edhe ringeri edhe që i përmendet ata, do të thonë mjekët. Themi se këto injeksione prishin, pra arsye se janë ushqyese. Dhe trupi mjaftohet, edhe në qoftë se ndin pastaj etje apo uri, mirë po në qoftë se edhe nuk han, edhe nuk pin, atëherë trupi tina mundet me jetu. Për arsye se e ka marrë përbërësit cilët ja bëjnë të qëndrueshëm trupin. Po.
Këto është, dhe me thonë që i përket injeksione intravenoze të cilat janë ushqyse. Dërsa atyre të cilat nuk janë ushqyse, ka në spetimin ndërmjet dietarëve, kjo kthehet se, dhe me thonë, të ajo çka është arsyeja që dhe me thonë, kur ka thonë Allah Azza wa Jalla, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani dhe pini derisa të qartësohet, dhe me thonë, perizi për bardhë, dhe me thonë që është për qëllim ajo agimi i mëngjesit, dallimi i agimit të mëngjesit edhe perizi, dhe me thonë, peri bardhë agimi i mëngjesit, perizi është aja rësira e natës. Rësira e natës. E tash, dhe me thonë, haja dhe pija, sipas e xhmait, sipas konsensusit dietarëve, është ndaluar. Mirë po, pastaj gjërat e tjera, a janë që merret parasysh aty kanali ose rruga e depërtimit, apo diçka tjetër, apo përmbajtja, apo edhe diçka tjetër. Shumë prej dietarëve, megjithëse një pjesë e madhe dietarëve e marrin parasysh edhe kanalin, edhe ata depërtimin brendi që quhet gjauf, edhe në anën tjetër, dhe me thonë që ka futet aty, ato duke dikush për ty ne ngushton disa gjëra, dikush i zgjeron, mirë po, në përgjithësi thonë se këto trija merren parasysh, mirë po, dietarët e tjerë, nga medhhebet e ndryshme, secili medhheb ka dietarë që e kanë përqafu këtë mendim, thonë se e prish agjerimin çdo gjë që është në haja pije dhe në kuptim të hajës dhe të pijes. Dhe këtu pastaj, dhe me thonë, tek injekcionet të cilat janë intravenoze, të cilat injektohen në venë, mirë po nuk janë ushqyse, sikur se, për shembull, kontrasti, që me thonë, një person ju futet atij një ngjyrë, dhe me thonë, që e përmendin që është pe bariumit një element kimik, ngjyra e cila kur futet aty, do të thonë dikon që për ta detektuar rrjedhën e venëve të gjakut, po. Ose për me çu deri dikon ku i vjen aty në rentgenologët për me detektuar se për me marrë imazhin sa më të pastër. Themi se kjo nuk është në kuptim të hajës edhe të pijes, po ashtu edhe tjerat. Po ilaçet, injeksionet që përmbajnë ilaçe nuk kanë materi ushqyese, sheqerna e gjana, po kanë çka diun antibiotika gjana tjera. Nëse injektohen në venë, atëherë themi sipas mendimit më të saktë, do të thonë që përgjendëm që e prish haja e pije dhe çdo gjë që është në hajë në kuptim të hajës dhe të pijes, atëherë themi se kontrasti, futja kontrastit ose antibiotikë të ndryshme ose gjërat e tjera që injektohen në venë dhe që nuk janë ushqim dhe haja, atëherë nuk e prishin agjerimin. Tash kemi llojin e dytë të injeksioneve, të cilat janë intramuskulare, që futen, domethënë injektohen nëpër muskujt. Deri tash folëm vetëm për injeksionet që futen në venë. Po. Edhe normalisht mjekët e dinë se cilat është fjala për to. Tash kemi tjera injeksione. Intramuskulare, sepse antibiotikë të ndryshëm, ndoshta unë më thon një lloj i vaksinave, ndoshta mund me thujt, ndoshta vaksinat bëjnë pjesë më shumë në ato që quhet, domethënë subkutane, që domethënë injektohen në lëkurë. Mirë, po ka ndoshta një lloj të vaksinave të cilat injektohen, domethënë edhe në muskuj. Këto andahen ushqyse jo ushqyse si po të vena? Jo, zakonisht nuk ka ushqyse, domethënë nuk përdoren. Ajo që e tretë, që në përmban një pjesë të vogël të ujit ose diçka, ajo është një pjesë e vogël që nuk ndikon. Ajo vetëm se e tretë ata antibiotikun ose ata substancën që i injektohet atij, prandaj themi se nuk e prishin ato injeksionet intramuskulare që futen në venët muskujve. Pastaj edhe subkutane, sikurse insulina, edhe një lloj tjetër i vaksinave, themi se edhe ato nuk e prishin se nuk janë në kuptim të hajës edhe të pijes. Pastaj kemi edhe llojin e katërt, e cila është, domethënë, injeksionet të cilat injektohen në lëkurë dhe kanë për qëllime estetike. Për shembull, injektohet botox ose kolagjen ose diçka tjetër. Tash nuk po flasim sa është e lejuar apo nuk po. Pavarësisht dispozitës. Pavarësisht dispozitës, mirë po. Themi se edhe ato në qovë se injektohen në lëkurë. Nashta në gjuna hen, po Ramazanin nuk e prish. Nuk e prish. Për arsye se nuk e në kuptim të hajës dhe të pijes. Me këto hoq po i përmbyllim injeksionin. Nashta mjek nuk na gjojnë ai vrejtje, ai gabim që kemi bë. Po neve po na intereson më shumë si dispozitë fetare me trajtu. Mirë, kalojmë disa situata tjera, hoq. Biopsia, marrja e mostrës prej organeve, sidomos të brendshme të trupit. Domethënë aty po futim diçka, instrument, edhe po nxjerrim një pjesë trupit. Çush trajtohet kjo aspekt agjerimit?
Biopsia e cila bëhet për aspekt, dhe më thënë diagnostifiku se ka tumor ose diçka tjetër, është mund me kategorizu në disa lloje, më ndarë në disa lloje, sepse nuk është vetëm një lloj. Lloji më i zakonshëm është ai i cili tregon se domethënë futat në një pjesë të trupit, për shembull për kancerin e gjini për me diagnostifiku se a ka kancer apo jo. Atëherë futet një gjelbër, pastaj merret ajo domethënë që është për biopsi dhe pastaj ekzaminohet atje, çohet në laborator dhe shikohet se është apo nuk është domethënë kancer. Kjo është një lloj. Lloji tjetër e biopsive bëhet nëpërmjet laparoskopisë. Domethënë nëpërmjet asaj tubit endoskopit i cili futet në murin e barkut. Nuk futet në bark as në stomak, mirë, por në murin e barkut dhe shërben për ekzaminimin e tumorave që kanë të bëjnë me melqinë ose vezore, ka njerë nëpërmjet laparoskopisë, për shembull edhe ato hapen tubat e fallopit për me që atje në ginekologji, dhe më thënë tubat e fallopit hapen nëpërmjet laparoskopisë, po në përgjithësi nëse përdoret si biopsi, themi se kjo është një lloj tjetër. Një lloj tjetër është që futet nëpërmjet hundës. Nëpërmjet hundës ku pacientit për shembull i pihet, dhe më thënë ajo pjesa hundës i vendosë sprej lokal, sprej ose diçka, dhe pastaj mjeku e fut aty një endoskop ose diçka tjetër, i cili deporton pastaj shkon në bronë. Për me marrë atë me konstatu se a ka tumor ose kancer të mushkrive. Edhe domethënë i cili futet në stomak për me këshirë se a ka ndonjë ulqerë ose diçka tjetër. Këto janë lloje. Themi se në përgjithësi, domethënë futja e gjelbërës nuk e prish, për arsye se nuk kemi aty diçka futje ndonjë langut, po edhe nëse ka futje të ndonjë langut nuk është në domethënë ose nuk është në tretjes edhe të luktit. Po nuk është në brendi ose nuk është brenda, po është në një organ, sikurse tek gjiri, se i përket femrave. Domethënë aty futet ajo vetë gjelbër dhe merret ajo mostra. Themi se nuk e prish. Sa i përket laparoskopisë, themi po ashtu nuk e prish, futja e endoskopit nuk e prish, sepse është një qarje dhe futja dhe aty nuk qëndron. Nuk qëndron ajo pjesë dhe nuk ka të bëjë me futjen në stomak. Domethënë kemi vetëm qarjen e murit të barkut. Derisa sa i përket asaj të hunës, disa pediatrë kanë thonë se e prish, mirë po ju për faktin që futet aty endoskopi ose ai domethënë që merret më gypje dhe që merret mostra. Mirë po për shkak se aty vendosen një sprej dhe vendosen gjëra të cilat depërtojnë pastaj poshtë. Nëse ka depërtim, atëherë themi se e prish. Përndryshe nëse bëhet në një mënyrë të caktuar që nuk ka depërtim të langjeve brenda që depërton, atëherë themi se nuk e prish. Kjo është sa përket domethënë biopsisë. Ngjashëm me këtë hoxhë edhe endoskopia, kolonoskopia, domethënë që bëhet jo për biopsi, po për forma tjera që ekzaminime lukthit, kamera e gjana. Po edhe endoskopia ose gastroskopia është një procedurë që bëhet nëpërmjet futjes së endoskopit. Ky endoskop ka atje në fund një kamerë dhe disa vrima nëpërmjet cilave hudhen ose ajër ose ujë. Uji për me shpërla kamerën, ajër edhe për me e shty përpara me shiku çka ka. Dhe themi se këtu kemi disa procedura. Para, domethënë kemi të bëjmë anestezionin lokal. Anestezioni lokal zakonisht bëhet duke e pirë fytin, për mënyrë që të futet brenda. Sa përket anestezionit lokal, në përgjithësi nuk e prish mirë, po nëse bëhet nga brenda dhe depërton diçka, atëherë ky e prish. Por nëse bëhet nga jashtë, se zakonisht anestezioni lokal bëhet për mos më ndi dhimbje pacienti, po edhe mos më ardh e vjellur. Mirë po nëse bëhet anestezion lokal, nuk depërton diçka, atëherë themi se nuk e prish. Ndërsa sa i përket futjes së endoskopit, këtu kanë debutuar dietarët. Domethënë futja së diçkaje e cila është futur në stomak nëpërmjet asaj kanalit që zakonisht njeriu han bukë. Tek një pjesë e madhe dietarëve ose të shumica dietarëve futja diçka nëpërmes kësaj vrimës ezofagut dhe domethënë faringut e ezofagut dhe në fund deri në lukt e prish agjerimin. Ndërsa tek dietarët hanefi e prish agjerimin vetëm atëherë kur qëndron ai. Qëndron, kanë shumë mirë këtë rregull që me hy po, më do të më nejt aty. Nëse del, domethënë nuk e prish. Nuk e prish. E që kjo ndodh me ndodh, nëse themi endoskopi futet dhe nuk ka hudhje të ujit ose të kontrastit që e përmendëm më herët. Ose nëse lyhet ai gypja, lyhet ndoshta me një ndyrë për me deportu apo nuk më kujtohet, mirë po nëse ka edhe lyrje aty, atëherë themi se e prish, se është futje dhe pastaj domethënë
Që ngjiten me zora dhe me... që qëndron aty. Prandaj themi se futja endoskopit është dy lloje, e cila mundet me u bë pa hudhjen e ujit ose të kontrastit, atëherë themi se nuk e prish, duke marrë atë mendimin e hanefive, ndërsa nëse aty hudhet uji ose kontrastet dhe diçka tjetër, atëherë ai qëndron, s'mundet më u thith përsëri. Nuk thi. Prapë ngjashme me këto dëpërtime në trup, koronografia, vendosja e stendave. Po, edhe koronografia është, domethënë nëpërmjet futjes së një tubi, cili vendoset, domethënë futet nëpërmjet arterjes femorale dhe pastaj shkon lart dhe domethënë depërton atje tek barkushja majt e zemrës edhe pastaj aty hudhet edhe aty hudhet një kontrast. Edhe hudhet një kontrast, po. Po, hudhet një kontrast për arsye se për me ditë pastaj me çka ka ndonjë ngushtim të enëve të gjakut erë koronare apo jo. Atëherë të shumica dietarëve bashkëkohor nuk e prish, për arsye se mas pari kanë thënë se futja e diçkaje ose qarja e diçkaje e lëkurës, e cila nuk ka të bëjë me stomak, atëherë nuk e prish. Dhe futja e këtina, domethënë tubit të vogël, që nuk qëndron, kthehet përsëri. Mirë po, vendosja e këtina kontrasti themi se ky kontrast nuk është në që ushqet njeriu nëpërmjet këtina. Nuk doron energji ose diçka, nuk ka sheqer aty, mirë po vetë shërben vetëm. Kontrasti pastaj as duket, hoxha apo jo, mbetet aty, po ai shërben vetëm për ato rrezet e kuptoj, po e kam fjalën për afat më vonshëm. Nashta këtu do të mjek. Ne intereson ai prish ose prish, nuk e prish, ndash le të rë, ndash le të dhe. Po, nuk e prish. Mirë. Situata tjera hoq, thyrja e gurëve në veshk. Dhe kjo është një farë dileme që do të thonë ju intereson edhe shikuesve dhe besimtarëve, format që është ndodh, se po ndodh një do të thonë çështje në brendi trupit, a ka të bëjë diçka me agjerimin apo jo? Zakonisht nëse bëhet nëpërmjet laserit, atëherë themi ajo nuk ka diçka aty që nuk po shtym kur gjë. Nuk po shtym kur gjë, atëherë nuk e prish. Vetëm pikërimcojmë asaj. Po, vetëm pikërimsojmë, nuk e prish. Por nëse bëhet me ndonjë lang që futet, atëherë ajo është hynte te ato që fola më herët. Mirë, forma tjera që futen në trup, hoxhë kemi edhe supozitorët. Është brendia e trupit dhe kjo brendia është dileme ka mes me fukahave, po në kohën bashkëkohore e kanë trajtu fukahat këtë situatë si me vepru dikush që ndoshta është me dhimbje edhe normal me prish Ramazan nuk ban, po me supozitor mundet me ja dal. Mundem me ndo këto në dy çështje, kanë futjen e gjerave nëpërmjet anusit. Edhe dyta nëpërmjet organeve gjenitale, qoftë të mashkullit apo të femrës. Sa përket të dytës, futjes së diçkaje nëpërmjet vërimave gjenitale të mashkullit apo të femrës, nuk e prish agjerimin, qoftë edhe nëse futet uji ose diçka për arsye se ajo nuk depërton në stomak, por depërton në fshikëzën urinare. Aty mundet edhe me qenë ajo që quhet uretroskopi, domethënë futja tina aparatit që i cili ekzaminon domethënë fshikëzën urinare, themi se nuk e prish. Ndërsa sa përket futjes së diçkaje në anus, domethënë në pjesën e pasme, këtu mundem të thonë janë disa çështje që domethënë mundën aty më fut. Për shembull, nganjëherë mjeku ka disa për mjekëve mundem për me ekzaminu për shembull tumorët e zorëve të trasha, mundem me fut tash, domethënë pa detyrohemi me sharu disa çështje mundem me fut gishtin, atëherë themi nuk e prish. Aty pastaj kemi edhe kolonoskopinë, domethënë futjen e aparateve për me ekzaminu diçka me po, a ka diçka dhe kjo nuk e prish. Sa përket supozitorëve, themi se ka mosbatime ndërmjet dietarëve, sepse disa dietarë e kanë konsideruar që e prishin ato, duke pasur parasysh se në një është vërim, po nuk është kjo vërim që drejt për drejt depërton atje, po disa prej të tjerëve kanë konsideruar që nëpërmjet zorëve të trasha depërton pastaj në zorët e holla dhe mundet me shkak me një thithje, në thithje e medikamenteve. Po nëse e marrim atë mendimin që domethënë kjo edhe nëse mund të ndodh shumë ngadal thithja për thithja prej zorës së trashë në zorën e vogël, edhe pastaj atëherë themi se nuk e prishin, po pacienti domethënë i thuat atij që më mirë të largohet prej kësaj nëse ka ndonjë domosdoshmëri se ka gjë një mendim i fortë është edhe ai mendimi i cili thotë se e prish. Mirë.
Jemi edhe ka fundi emisionit, po marrim edhe një pika 2 hoxhe. Përmenëm herët gjilpanat, janë edhe disa gjilpanat që s'ka një laqe në to, po i përdorin, që është akupunktura. Këgja do shpime i bojnë në trup, a ka në indikim ajo në aspekt të agjerimit? Nuk ka, për arsye se nuk ka futje të diçkaja aty, vetëm në shpim, lehtësim i dhimbjeve ose diçkaja tjetër që bëhet, domethënë, ashtu unë më konsideru kjo mjekësi alternative që domethënë këto gjilparat kineze që bëhen në vende të ndryshme, por lehtësu dhimbjet edhe ata thonë se domethënë shkarkimi i energjisë së keqe, megjithëse kjo është domethënë diskutabile, është e saktë apo jo, mirë, po për lehtësimin edhe në aspekt fetar, domethënë si shpimi i lëkurës së trupit nuk ka problem. Në aspekt me heqja e dhjamit hoxh, njerëzit që janë pak obez kështu me radhë, nëse nëpërmjet procedurës saktuar kur futet një tub i holl dhe shpohet vendi ku do në heka i dhjamin dhe pastaj domethënë aty majta zgjatas ose përpara për mas dhe pastaj bëhet shkrirja e dhjamit dhe thithet ai dhjam dhe hudhet. Ajo zgjat prej 1 deri në 4 orë zakonisht procedura. Tash duhet më pyet mjekta a është edhe rrezik kjo çështje, për arsye se në disa raste ka pas edhe raste të vdekjes, që kanë po disa kanë thënë se rastet e vdekjes kanë ardhur zakonisht se mjeku i cili është marrë me këto nuk i ka pyet pacientët se ka problem me veshka, ka problem me tension ose me diçka. Domethënë është një farë procedure ku futet një gypi holl dhe çohet vendi, pastaj aty domethënë thithen një herë bashkërirja dhe thithen ato dhjame dhe pastaj bëhet fashimi. Kjo nuk e prish, domethënë agjerimin. Mirë, po mbetet çështja se kjo zakonisht bëhet për çështje estetike. A ka njeriu nevojë për këtë me bëj apo nuk ka nevojë? Kjo është një çështje që pastaj duhet dikujt mund të jetë termini hoxhë në atë ditë të Ramazanit a diçka. Edhe e rëndësishme është që nuk e prish. Si veprim nuk e prish nëse nuk është i nevojshëm për gjëra të tjera shëndetësore. Hoxhë, kaq patëm mesele, sigurisht ka edhe gjëra të shumta, por ato i lajmë edhe në pyetjet e shikuesve drejt për drejt që mund të bëjnë emisione ndryshme. Ishte kënaqësi bashkëbisedimi me juve, zoti shpërblet. Shikues të dashur, këtu po e përmbyllim këtë emision me shpresë që përsëri me u taku me tema tjera, biseda tjera. Deri atëherë mirëmbëjtje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.